Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić theksoi se është shumë i shqetësuar për aleancën ushtarake të Shqipërisë, Kroacisë dhe Kosovës, duke theksuar se nuk është një aleancë ushtarake teknike me një paralajmërim se një aleancë mbrojtëse mund të shndrohet në një ofenzive. Ai deklaroi se ka dieni për planet dhe kërkesat e reja të Prishtinës për armë shtesë nga Amerika dhe Turqia. Kjo është një aleancë ushtarake, është të bëjmë për mbrojtje ose veprime ofenzive kundër territoreve të caktuara. Ajo aleancë mbrojtëse shndrohet në një ofensivë brenda një dite, theksoi Vučić dhe tha se Serbia po pyet veten pse dhe nga kush është formuar kjo aleancë. Ish ambasadori i Shtetet Bashkuara të Amerikës në Serbi, Christopher Hill, theksoi se dialogu midis Beogradit dhe Prishtinës do të rishqyrtohet pasi progresi deri më tani ka qenë shumë i ngadalshëm. Në një intervistë për Kosova Online, Hill tha se nuk e din nëse bordi i paqes iniciuar nga Donald Trump mund të ofrojë një zgjidhje për çështjen e Kosovës. Në kontekstin e strategjisë së re të mbrojtjes kombëtare, ai theksoi se Serbia ka një ushtri shumë të aftë dhe se nëse duhet të shqyrtojë si mundësi të bashkëpunoj. Mendimi e di që kjo do të tingëllon ekstreme është se Serbia duhet të vështrojë nga NATO-ja dhe NATO duhet të vështrojë nga Serbia, tha Hill. Në këtë ditë para 27 viteve filloi konferenca Rambojes me qëllimin e gjetjes së një zgjidhje për situatën në Kosovë. Përfaqësuesit të Serbisë ju kërkua që të pranojnë që statusi i Kosovës do të vendoset në një referendum dhe grupi i kontaktit parashikoi që forcat e NATO-s do të ishin të pranishme në Kosovë dhe do të mund të lëvizshin lirshëm në të gjithë territorin e Serbisë. Edhe pse përfaqësuesit e shqiptarëve të Kosovës refuzuan të takoheshin fare me përfaqësuesit e Serbisë, ata nënshkruan tekstin që ju imponua Serbisë pa shqyrtim paraprak. Pjesëtarët e Ministrisë së Punës të Brendshme të Serbisë arrestuan një mashkull 45 vjeçar nga Peja në pikën kufitare të Batrovcit i dyshuar për krime lufte kundër popullatës civile, njoftoi Ministri i Punës të Brendshme Ivica Dačić në vitet 1998-99 si antar i UÇK-s brenda zonës operative të Dugazhinit. I dyshuari fillimisht ju nënshtrua trajtimit selektiv dhe më pas mori pjesë në sulme terroriste kundër antarëve të Ministrisë së Punës të Brendshme së Serbisë dhe ushtrisë së Jugosllavisë. Dyshohet gjithashtu duke vepruar në grupin e komanduar nga Ramush Haradinaj, i mori pjesë në rrëmbimin dhe masakrën e zyrtarëve policor. Analisti Dorajat Imeri vlerësoi se kandidatura Ramush Haradinajt për president të Kosovës do të përfaqësonte lëvizjen më të mençur të partive opozitare, sepse siç theksoi ai do të shmangishin zgjedhjet e reja dhe do të sigurojë stabiliteti institucional. Imeri deklaroi se zgjedhjet e reja nuk do të ishin në favor të opozitës, e cila në këtë mënyrë do të tregonte gatishmërinë e saj për të bashkëpunuar në këtë çështje. Ekziston një përpjekje nga partitë opozitare për të mbledhur nënshkrimet e nevojshme në mënyrë që Haradinaj të jetë kandidati i opozitës për president, pohon Imeri. Me marrjen në pyetje të dëshmitarëve vazhdoi gjykimi Dushko Arsiqit nga Matiqani pranë Prishtinës për krime lufte në vitin 1999 në fshatin Butovac, pranë departamentit special të gjykatës themelore në Prishtinë. Dëshmitari i parë tha Hazir Fazliut se në mars të vitit 1999 ai doli 2 herë nga shtëpia e tij për shkak të pranisë së forcave serbe dhe në atë rast gruaja e tij u vra dhe ai u plagos. Megjithatë, ai tha gjithashtu se nuk e njehte Arsiqin dhe nuk e kishte dëgjuar kurrë emrin e tij. Dëshmitarja mbrojtëse Tatjana Kotorçević theksoi se ajo punoi me Dushko Arsiqin në komunat e Ferizajt dhe Prishtinës dhe nuk e ka parë atë kurrë me uniformë ose të armatosur. Komisioni Evropian njoftoi se Kosova ende ka të drejtë për 882 milionë euro nga plani i rritjes për Ballkanin Perëndimor, por se këto marrëveshje duhet të miratohen sa më shpejt e jetë mundur. Kosova mbetet e kualifikuar për të marrë financa sipas planit të rritjes me kusht në hyrjen në fuqi të marrëveshjeve që lidhen me instrumentin e reformës dhe rritjes
Tha zëdhënësi komisioni duke theksuar se për shkak të vonesës në formimin e institucioneve marrëveshjet e përkatëse nuk kanë hyrë ende në fuqi. Moti nesër me vranësira dhe me i frest me shi në malet e larta me borë dhe të dielën gjithashtu moti ftoft në fillim të javës së ardhshëm do të jetë i freskët dhe përsëri do të fryjë era fort me shpejtësi deri në 100 km/h. Temperatura mëngjesit do të sillet nga 1 deri në 7 kurse ajo maksimale ditore nga 8 deri në 14 gradë Celsius.